me dalë probleme të paparamendueshme. Kur s'ke mendu se ty ka me sferua Allahu me qasi probleme. Mos u bani ngurt. Se te unë këto probleme, në më thonë, nuk mojnë me ndonë. Se te unë këto probleme i shërojnë ndryshme. Unë këto probleme ka me abo kështo, ka me bo kështo. Bëhu, thonë disa djetarë, bëhu si kur a i druri që është i njom, edhe që prej frymave të forta, lakohet, qëtë shumë, ama nuk fehet. Edhe ti, në bëma i ka nërë, fëmijët ta marrin ftyrën e çtrim për toke, ama mos u the. Mos u the, prap çohu. Edhe vazhdoj edukimin, sepse prej teje prap kërkohet edukimin. Ja valla, u mundova me mësua Fatihan se merr, nuk e di, dajve i ka ka thot. Më herë, kur on diçka keq i thot dajve. Kur on diçka thot, apo na kështu. E kjo problematik, njeri bëhet i pasinqert, domethënë me vetvete. I pasinqert me vetvete. Edhe i këputët, ja, ki zbohat për këtina përgja edhe e le. Je, ani, qëtërin për toke, vëllaj, në një hetë, mirë po, duhesh me uqu prap edhe me vazhdu edukimin, se s'ka ata në kusht tjetër me eduku, përveç se teje. Ti si babë dhe ti si nanë, për ndryshe, të më thonë atë ka me marrë rruga, edhe rruga edukon qysh dush. Pra, prindret e ti, nëse hiqin dorë prej edukimit e ti, atëre çdo e ke që ju mbetet atyre përgjithësi. Dje shumë mirë tha hoxha se ai lindet i pastër, ai lindet me fitra, ai lindet i gatshëm me pranu Islamin. Ama nëse prindrit nuk ja japin Islamin, atëherë edhe pse ata s'ja japin krishterizmin e judaizmin, edhe domethënë megjusizmin, ata janë përgjegjës për gjithçka që ai ka me marrë patutit. Edhe nëse ti s'ja jep, ata janë përgjegjës, që ata s'ja dhanë Islamin e duhur që i kishin hazër me fitra, ata nuk punun në ngjalljen e kësaj. Nëse Allahu na zëvjet të na bëjë prindër shembullor, prindër shembulltyr gjithashtu. Nëse Allahu na zëvjet të na ndihmojë në këtë punë që është shumë e vështirë. Është punë me të vërtetë e rëndë. Është punë nga të cilët çdo thirrje është, domethënë, për t'u larguar nga kjo punë. Sidomos thirrjet e feministëve janë kundër edukimit, sepse është puna më e rëndë. Gratë tona duhet me i respektu për që këtë pikë shumë. Sepse domethënë e kanë zgjedhë detyrën më të vështirë, me punu me fëmijët e tyre, me eduku fëmijët e tyre, e gjallë të cilën nuk mundet me arrit asnjë doktoresh e shkencave. Nuk mundet me arrit asnjëna që është kush e di çfarë deputete dhe e ngojnë kush e di çfarë burra, nëse se ngojnë fëmijët e saj kur gjosë është ajo grua. S'kam rri, prandaj punojnë këtë drejtim që ta kenë sa më lehtë pastaj me i deviju çysh dojnë tjerët. Allah na lut familjet, na lut gratë tona, fëmijët tonë, baballarët e nanat, e gjithë që e kemi në familjen e lut Allahu azza wa jall të na pranojë duat e tona, të na falë gjunohet tona. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah shpëlbes hoq.